Gjesti i kërkon falje Rizartës, a do ta pranoj ajo faljen e tij? Pas një periudhe tensionesh dhe debatesh të ashpra mes tyre, Gjesti vendos t'i kërkoj falje Rizartës për fjalët e rënda që i kishte thënë më parë. Ai i afrohet asaj me një ton të butë dhe një shprehje të penduar në fytyrë, duke e pranuar gabimin e tij. Rizarta, më fal. E di që e kam tepruar me fjalët e mia dhe nuk duhet të kisha quajtur të pamoralshme. Nuk e kisha me të keq, ndoshta më ka marrë rrjedha e lojës dhe emocioneve, por nuk doja të lëndoja, i thot ai me sinqeritet. Rizarta, e cila ka qenë shumë e prekur nga fjalët e tij, qëndron për disa sekonda në heshtje, duke reflektuar mbi situatën. Ajo e shikon drejtë në sy dhe i përgjigjet me një ton serioz. Gjesti, e di sa shumë më lëndove? Nuk janë gjëra që mund të thuash dhe pastaj thjesht të kërkosh falje si të mos ketë ndodhur asgjë. Ti e di shumë mirë që unë nuk jam ashtu siç më ke përshkruar, dhe nuk e prisja një ofendim të tillë nga ty. Gjesti ul kokën dhe e pranon se ka gabuar. E di, e pranoj që isha i padrejt ndaj teje. Nuk ka justifikim për atë që thash, por të paktën dua të dish që e ndjej vërtet keqardhjen. Nëse do të mundja ta ktheja kohën pas, nuk do t'i thoja ato fjalë. Të tjerët brenda shtëpisë i vëzhgojnë nga larg, duke pritur të shohin nëse Rizarta do ta pranoj faljen e tij apo do ta refuzoj përfundimisht. Ajo merr një frym të thellë dhe, pas një pauze të shkurtër, i thot: "Do ta pranoj faljen tënde, por jo sepse dua ta harroj atë që ndodhi. E pranoj vetëm sepse dua të ecim përpara dhe të mos lejoj që kjo të ndikojë më në lojën tonë. Por të lutem, mos më zhgënje më." Gjesti buzëqesh lehtë dhe e falenderon, të premtoj që do të kem më shumë kujdes me fjalët e mia. Me këtë përballje duket se një konflikt i madh është zbutur, por mbetet për t'u parë nëse Rizarta do ta besojë vërtet pendesën e Gjestit apo do të mbajë ende dyshime ndaj tij.